Shqipëria renditet ndër vendet me përqindjen më të lartë të mbi popullimit banesave tek të rit, duke reflektuar një sfidë serioze sociale dhe ekonomike, ndërsa po kthehet në një faktor nxitës për emigracionin. Sipas të dhënave më të fundit të Eurostat, 70.3% e të rinjve shqiptar jetojnë në kushte mbi popullimi, që nënkupton se një familje nuk ka mjaftueshëm dhoma në raport me numrin e anëtarëve. Ky tregues e rendit Shqipërinë në vendin e dytë në Europë pas Malit të Zi. Në Serbi kjo shifër është 60.8%, ndërsa në Maqedoninë e Veriut 43.4%. Për Kosovën nuk ka të dhëna të raportuara. Në kontrast të fortë mesatarja e Bashkimit Evropian është vetëm 26.5%, ndërsa në zonën euro zbritet në 22.7%, sipas të dhënave që janë përditësuar për vitin 2024. Krahasimi këtyre shifrave tregon hendekun e madh mes vendeve të Ballkanit dhe atyre të BE-s, ku standardet e strehimit për të rit janë dukshëm më të larta. Një faktor që ushqen emigracionin, bipopullimi i banesave tek të rit në Shqipëri lidhet ngushtë me dy faktorë: të ardhurat e ulta dhe çmimet e larta të apartamenteve. Të dhënat publikuara më herët nga Monitor, bazuar në Numbeo, tregojnë se Shqipëria ka çmimet më të shtrejta të apartamenteve në Europë në raport me fuqinë vlerëse. Kjo e bën pothuajse të pamundur për shumë të rinj të blejnë një banesë, duke i detyruar të vazhdojnë të jetojnë në kushte të mbingarkuara me familjen.